Bëj këto gjëra. Dhe askush nuk do guxoj të mos respektoj. Mos kërko respekt. Bëhu njeri që e imponon atë. Jo me frikë, por me prani. Jo me zhurmë, por me heshtje. Sepse ai që ka disiplinë në mendje nuk ka nevojë të thotë kush është, të tjerët e kuptojnë. Disiplina është mbretëresha e vetë kontrollit. Ajo të mëson të reagosh jo me instinkt, por me urtësi, të mos flasësh kur zemra të nxit, por të mendosh kur egoja të shtyn, të qëndrosh kur të tjerët dridhen, të heshtësh kur të tjerët ulërasin, mos u trego i fortë, trego veten të paepur. Në çdo situatë, mos harro, mënyra si qëndron, mënyra si sheh, mënyra si nuk reagon. Janë mesazhi yt më i fuqishëm, ti nuk je për të kënaqur të gjithë, ti nuk je këtu për të ulur që të tjerët të ndihen më të lartë, ti je këtu për të ndritur, për të udhëhequr veten dhe për t'i treguar botës që respekti nuk blihet. As kërkohet. Ai fitohet. Në heshtje. Me veprime. Me disiplinë, kujtoje mirë, fjalët prekin, por karakteri godet. Njerëzit harrojnë atë që thua, por nuk harrojnë kur si i bëre të ndihen kur qëndrove, pa lëkundje, pa zhurmë, me dinjitet. Nëse do, mund të ndihmoj edhe me një titull tërheqës për videon dhe një tekst për përshkrimin. Do edhe sugjerime për thumbnail ose muzikë sfondi, respekti nuk kërkohet, ai fitohet. Fitohet me karakter, me qetësi, me vetë kontroll. E nëse do që bota të respektoj, më parë duhet të mësosh ta respektosh veten. Sepse siç thot një fjalë e urtë, bota të sheh ashtu siç ti i lejon ta shoh. Në një botë ku njerëzit bërtasin për të dëgjuar, bëhu ai që hesht për të reflektuar. Në një shoqëri ku të bërtiturit merren për forcë, trego se forca e vërtet është të kontrollosh veten edhe kur çdo gjë të thërret për të shpërthyer. Ai që sundon veten është më i fortë se ai që sundon një ushtri. Disiplina është themeli. Disiplina e mendjes dhe e sjelljes krijon një fushë energjie që të tjerët nuk guxojnë ta kalojnë. Mos reagimi i mençur ka më shumë fuqi se mira fjalë, mos fol gjithmonë. Vëzhgo. Kupto. Peshon. Dhe kur flet, fjalët e tua do kenë peshën e heshtjes që i parapriu, mbaje shpinën drejt, syt kthjellët dhe zemrën të qetë. Mos kërko të bëhesh i frikshëm, bëhu i paprekshëm. Jo me arrogancë, por me përmbajtje, uji i qetë është më i thellë. Mos e ul zërin për të dëgjuar, rrit nivelin e pranisë tënde. Në çdo situatë, kujto këtë, nëse reagon si gjithë të tjerët, do të trajtojnë si gjithë të tjerët, nëse qëndron si askush tjetër, do të respektojnë si dikë që nuk ngjan me asnjë. Fuqia jote është në qëndrueshmëri, dinjiteti yt është në vetë kontroll, respekti yt lind nga heshtja jote e mençur, që flet më shumë se çdo zë.